Vetëm një ditë në ndan nga nisja e spektaklit është shumëpritur Ferma VIP që këtë sezon të tretë vjen në drejtimin e Arbana Osmanit. Premtimet për një produksion gjigant dhe standarde të papara më parë janë konfirmuar edhe nga regjisori Eduard Grishaj gjatë një interviste. Besoj se ky është maksimumi që mund të bëhet, u shpreh Grishaj, duke theksuar se ky edicion nuk krahasohet vetëm me vendin ton, por me të gjithë rajonin. Sipas tij, çdo detaj është çuar në një tjetër nivel. Çdo gjë ka ndryshuar nga studioja, ndriçimi e deri te kamerat. Shtëpia është 4 herë më e madhe dhe numri i kamerave që vëzhgojnë 24 orë është shumë fishuar. Jam shumë i lumtur që producentja Holta Dulaku ma ka bërë punën si autostradë që nga fillimi, duke më lejuar të jap maksimumin. Regjisori zbuloi se do të dominojë fusha e artit në përzgjedhjen e konkurrentëve. Janë emra shumë të mirë që publiku i njeh, por nuk i ka parë kurrë në dimensionin e vëzhgimit 24 orë. Ai shtoi se 99% e tyre hynë për herë të parë në një reality show, duke premtuar surpriza dhe dinamika të reja. Një nga risit më të mëdha mbetet edhe transformimi i ambientit. Shtëpia nuk ngjan më me një fshat tradicional shqiptar, por me një fshat modern në Texas apo Los Angeles, tha Grishaj, ndërsa shtoi se pellgu i rosave është zëvendësuar me një pishin të madhe luksoze. Për sfidat dhe përmbajtjen e spektaklit ai u shpreh: filozofia e fermës do të jetë një miks, nga mbjellja e tokës dhe punët e stallës deri te sfidat fizike. Ka konkurrent shumë të fortë dhe të palestruar, por sfidat do t'u përshtaten të gjithëve. Teknologjia është një tjetër element kyç këtë sezon. Janë kamerat e fundit që do të përdoren edhe në finalen e botërorit. Me to mund të xhirohet edhe Champions League, deklaroi ai duke shtuar se kam dashur të fus një frymë kinematografike në program. Për opinionistët, Grishaj zbuloi një kombinim interesant. Ermal Mamaçi do të sjellë humorin, Angel Shkira analizën e showbizit dhe Armina Mevlani eksperiencën e saj, ndërsa roli drejtues kryeplakja do të jetë Arbana nga studio. Sa i përket përmasave të produksionit, ai dha shifra mbreslënse. Sezoni do të zgjasë 100 ditë në transmetim 24 orë dhe 2 spektakle në javë, ndërsa në natën e parë do të hyjnë rreth 24 fermer. Sfida më e madhe për të si regjisor, realizimi çdo detaji në kohë rekord, tha ai, duke zbuluar edhe prapaskenat. Mbrëm kemi qenë deri në orën 3 të mëngjesit në studio, ndërsa për natën e parë pritshmëritë janë maksimale. Do të drejtoj 158 kamera nga kabina e pilotimit bashkë me skuadrën time. Do të kemi 4 regji në koordinim, tha Grishaj duke shtuar me humor. Shpresojmë që edhe koha të na favorizoj. Urojmë që në orën 9 të ketë një pauzë sa të fusin banorët brenda. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.